Pretendimet e një grupi sipërmarrësish se bizneset e tyre janë bërë objekti një fushate të organizuar me komente negative në internet nuk përputhen me vlerësimet e një nga platformat më të përdorura nga turistët. Nga verifikimet e kryera të MCN, rezulton se rënja e vlerësimeve vihet re kryesisht në Google Reviews, ndërsa në Booking.com nuk konstatohet i njëjti fenomen. Bizneset hoteleri turizëm në Google Review janë vlerësuar mesatarisht, ndërsa në Booking kanë marrë vlerësime maksimale. Megjithatë, kallëzimet e depozituara nga disa biznesmen, mes tyre Samir Mane, Shefqet Kastrati dhe Gjert Luca, kanë vënë në lëvizje policinë e shtetit. Në një konferencë për shtyp, drejtori i përgjithshëm i policisë, Skënder Hita, deklaroi se verifikimet paraprake kanë krijuar indicie se mund të bëhet fjalë për sulme të qëllimshme që synojnë dëmtimin e reputacionit të bizneseve, ndërsa hetimet do të përcaktojnë nëse pas tyre qëndrojnë persona ose grupe të organizuara. Booking.com konsiderohet një nga platformat më të besueshme për turistët, pasi vlerësimet publikohen kryesisht nga përdorues që kanë kryer rezervim dhe kanë qëndruar realisht në strukturën akomoduese. Për këtë arsye, komentet në këtë platformë janë më të vështira për të manipuluar dhe kanë peshë më të madhe në vendimarrjen e vizitorëve. MCN ka siguruar edhe listën e bizneseve të përfshira në kallëzime, ku bëjnë pjesë Rozafa Fish City, Rozafa Tuna, Green Coast, Melia Durrës, Rezidencat Valamar, San Nicolas Resort, Valbona Resort Spa, Hotel Padam Boutique, Kulla Hupi Agroturizëm dhe subjekte të tjera, për të cilat autoritetet po hetojnë nëse komentet negative janë pjesë e një fushate të koordinuar apo pasqyrojnë përvojat reale të përdoruesve.